Gjesti pas Noisit i bën edhe Dafina Zeqirit një ftesë, ndër ka shkelzeni Big Brother shpreh çfarë ndjen për Gjestin. Lajmi i parë vjen rreth shkelzenit dhe Gjestit, ndyshe që ishte e pëlqyer gjatë kohës që Zeni ishte në shtëpinë e Big Brother VIP me lojrat e tyre, por edhe lojën hidhe prit ndërmjet tyre, duke targetuar banorë të caktuar. Duket se Zeni po e mban edhe jashtë, edhe pse shumë nga fansat u çuditën, teksa Zeni nuk e zgjodhi Gjestin fitues të këtij edicioni, duket se ai ka ndryshuar mendim. Zeni në postimin e surprizës që përjetoi Gjesti mbrëm, ka komentuar poshtë duke shkruar kështu: "Çaq zemër të mirë e kom patë ti, o çapi të dondoki", shkrua në hit, teksa edhe komentuesit e kanë mbështetur, ndërka Gjesti nga ana tjetër, i cili po bën një lojë të fortë brenda dhe po i drejtohet finales së madhe, shpeshherë u ka bërë edhe thirrje artistëve nga jashtë. Kohë më përpara ai kërkoi Noisit një dron, i cili ky i fundit vetëm 3 ditë më pas ia dërgoi, duke u bërë realitet. Duket se këto kërkesa Gjesti po i bën edhe për të parë pozitën dhe fuqinë e tij jashtë shtëpisë, teksa një pankartë erdhi edhe 2 ditë më parë, ku jepte informacione se ka arritur 500.000 ndjekës në Instagram dhe 8 miliard postime në TikTok. Duket se synimi i tij kësaj here ka qenë diku më lart. Dafina Zeqiri, ai ka bërë një kërkesë kësaj të fundit, duke qenë se është një ndër këngëtarët on top, duke i shkruar: "Oj Dafina Zeqiri, ta haj syni, boja Kingut follow, ose kur të dal ta fuz blok, boja Kingit follow e ma të shoj një zemër aty, e unë kur të dal do t'i kthej 2. Ka qenë kërkesa e veçantë e Gjestit, teksa ai ka kërkuar follow për jo një bashkëpunim. Megjithatë, Gjesti duket se ka rrugën artistike jashtë më të hapur se kur pas Big Brotherit, pasi personazhet e njohura dhe këngëtarët kanë qenë të shumë që e kanë mbështetur aty brenda.